Ajo që është shqetësuese është pikërisht mos reagimi institucional i krerave të Vlenit, sepse aty janë disa njerëz, janë disa kryetar, disa parti, realisht edhe ata po i pyesni sa parti jeni gjithsej, edhe ata ngatrohen, ata janë gjithkohën inferior ndaj partnerit qeveritar, që i bie se nuk ka një harmonizim dhe nuk ka një bashkëpunim të sinqert institucional mes tyre. Mirë po në fund të ditës, shqiptarët janë ata, ne jemi ata që po i pësojmë pasojat. Në rastin konkret, është edhe një gjë tjetër karakteristike. Ata në rrjetet sociale që realisht u takojnë opozitës dhe qytetarëve, ata krekosen se kanë bërë shumë punë. Sikur që ishte rasti i djeshëm, pas deklaratës së kryeministrit, ata me njerë deshën të i marrin meritat. Dhe gjithçka pastaj mbet në kuadër të disa deklaratave boshe. Unë do të ndjek zhvillimin, do të shohim si a do t'u jepet kjo e drejtë studentëve, apo prap do të mbetet një zhurmë mediatike, janë e fituar betejën. Por e gjitha kjo që ka ndodhur, pavarësisht reagimit të Vlenit në qeveri, jep të drejt, ka të drejt, në i të drejt morale, BDI-a, opozita për të reaguar? Në parim, opozita duhet të ketë të drejt, në parim. Opozita është ajo që duhet të korrigjoj pushtetin. Po, është e vërtet që opozita aktuale, BDI, më sakt, pasi që ata kanë qenë në pushtet 20 vite, është e vërtet që ndoshta nuk kanë shumë të drejt morale për të kritikuar për gjëra që ata vetë nuk i kanë bërë. Mirë po është një situatë tjetër e pakëndshme për Vlenin dhe për ne shqiptarët fatkeqësisht, sepse të gjithë aktorët e Vlenit kanë qenë funksionar të lartë të BDI-s, duke u nisur nga Izet Mexhiti, i cili ka qenë 20 vite nën kryetar i BDI-s dhe funksionar. Zeqiria Ibrahimi, Afrim Gashi, disa tjera aty, Bekim Sali, të gjithë këta kanë qenë njerëz që kanë pasur pushtet vendimarrës gjatë 20 viteve të kaluara. Dhe tani, të kthehesh dhe të thuash se ju s'keni bërë, ku ishit ju 20 vite, ndërka që ata vetë, Zeqiria Ibrahimi, Afrim Gashi, Izet Mexhiti dhe të gjithë ata kanë qenë pjesë e pushtetit vendimarrës. Pra i bie që njëri tjetrin po akuzojnë për gjëra që të dyja palët në një mënyrë politikisht për disa çështje kanë dështuar. Është edhe një çështje karakteristike, unë të paktën, por e kisha parë, sigurisht nuk e kam parë deri në këtë moment që Vleni ka kërkuar dorëheqjen e ministrit aktual të drejtësisë, i cili vjen nga partia Znam, quhet partia, e cila është pjesë e qeverisë, në asnjë mënyrë, në asnjë rast nuk kanë kërkuar dorëheqje dhe nuk kanë përmend fjalën dorëheqje, edhe pse ai refuzon ta realizojë një të drejtë kushtetuese të studentëve. Që i bie, Vleni faktikisht shndron në deklarata boshe, realisht, por kur duhet institucionalisht të veprohet, ata me njëherë gjejnë një formë për të thënë shqiptarëve që ne po bëjmë diçka dhe i shfrytëzojnë rrjetet sociale, ndërkaq institucionalisht janë jashtëzakonisht të dobët. Mua më vjen keq që duhet ta them, asnjëherë shqiptarët nuk kanë qenë më pak dhe më keq të përfaqësuar në qeveri se sa me këtë qeveri, më saktë me Vlenin. Provimi i jurisprudencës, a është fakt realisht edhe pasqyra e funksionimit të sistemit gjyqësor aty, si zhvillohet nëse marrim një proces gjyqësor normal në Maqedoninë e Veriut, pra si funksionon përkthimi, gjua për shqiptarët që mund të jenë në këtë proces, apo gjithçka funksionon në gjuhën maqedonase? Po thuaj se gjithçka funksionon dhe jo vetëm në gjyqësor, po të shkoni në një sportel dhe të kërkoni në cilën do ministri, apo në, nuk e di, eventualisht përveç në komuna ku janë 90% shqiptar. Po flasim për organe, për ministri, po shkoni dhe kërkoni një dokument, çfarë do qoftaj, një formular, do ta merrni vetëm në gjuhën maqedonishte. Nëse eventualisht keni fat që një i punësuar shqiptar në sportel të jetë shqiptar dhe ta di shqipen, ai sigurisht do t'ju shërbej në gjuhën shqipe. Dhe provimi i jurisprudencës në fakt ishte shpërfaqja më e mirë e impotencës politike nga njëra anë dhe mos funksionimit institucional
të ligjeve që ne i kemi, që janë të aprovuara, ishte momenti më i mirë për ta shpërfaq një mos funksionim edhe institucional, edhe ligjor dhe për ta fatkeqësisht për ta shpërfaq edhe impotencën politike të Vlenit. Pse ata kanë zgjedhur të sillen kështu në qeveri, ne mund vetëm ta supozojmë, ata e dinë më mirë. Kam edhe diçka se kemi pas një tjetër episod në Kërçov, në mos gaboj, ku bashkia komuna ndryshoi duar, aty kanë filluar dhe ankesat e para nga këshilltarët shqiptar atje për diskriminim po për gjuhën shqipe. Po, ajo po ka ndodhur në komunën e Kërçovës, me sa e di edhe mbishkrimet në gjuhën shqipe janë hequr, dhe fatkeqësisht të drejtat që kishim fituar qysh moti ne si shqiptar, tani po kthehemi diku para vitit 2001, fatkeqësisht. Kam edhe diçka, të lutem, mundet që këtë vit kemi diçka ndryshe, pra ndonjë lindje force e re, apo ka hapësirë gri që nuk përfaqëson as shqiptarët në qeveri as në opozitë për këto kauza, pra apo rreth kësaj do rrotullohemi, vetëm këto dy zgjedhje janë. Po nuk, si ta them, paralajmërohen eventualisht se do të ketë një rikonstruksion të qeverisë, flitet edhe për zgjedhje eventuale të parakoshme, kryeministri as nuk i mohon, por as nuk refuzon se do të mbahen. Nëse mbahen zgjedhjet e parakoshme lokale, parlamentare, unë besoj dhe jam e sigurt se do të ketë një ndryshim të grupeve shqiptare, të grupacioneve politike shqiptare, sepse shqiptarët po e shohin se me Vlenin nuk janë të përfaqësuar fare, janë të nënshtruar, janë të degraduar, ju mohohen të drejtat. Kemi plot raste kur janë përzënë nga puna për arsye banale, në konkurset e reja që zhvillohen, në pothuajse në gjitha konkurset, në gjitha organet qeveritare, pranimi i shqiptarëve është një shqiptar dhe 10, 20, 30 Maqedonas. Dhe këtë shqiptarët po e ndjejnë përdit në lëkurën e tyre. Unë besoj se shqiptarët do ta refuzojnë Vlenin. A do të fitojmë diçka të re? A është mbushur mend opozita aktuale, BDI në këtë rast, që ka qenë 20 vite në pushtet, a është mbushur mend që mos t'i përsëris eventualisht gabimet e mëparshme? Unë shpresoj se po, për shkak se kështu me të vërtet nuk shkon. Kjo më parë në vijën që më nuk durohet. Zonja Selmani, të falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam, për analizën dhe informacionet që ndat me shikuesit tanë. Shumë falenderit, përshëndetje edhe për ju.